Falenderimet I takojnë Zotit të gjithësisë. Pranoni përshëndetjet e mia kudo që jeni. Unë tani shpreh idenë time hyjnore, në mendjen time, në trupin tim, në punët e mia. Jam imune ndaj çdo lloj pakënaqësie. Zoti më mbështet, më lehtëson dhe më jep fuqi. Unë jam e fortë me Zotin dhe me fuqinë e fuqisë së Tij. Unë jam e mbështetur nga një numër I pakufishëm engjëjsh. Fuqia e Zotit është e vetmja fuqi. Plani I Zotit është I vetmi plan për mua. Tani unë po relaksohem dhe po përjetoj fuqinë e Zotit. Zoti më jep fuqi që të shërohem. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Zoti është forca e jetës time. Furnizimi im vjen nga Zoti dhe tani parat duken si këpurdha që rriten brenda natës. Zoti më vlerëson mua, jo të tjerët dhe askush tjetër. Zoti është dhënësi dhe unë jam pranuesja. Zoti më furnizon me gjithë çka që unë kërkoj, dëshiroj dhe që kam nevojë. Fuqia e pamposhtur e Zotit fshin gjithçka përpara saj. Unë dëshiroj vetëm atë që dëshiron Zoti përmes meje. Unë pranoj atë që është më të vërtetë dhe më të drejtën hyjnore. Nuk ka asnjë humbje në planin hyjnor. Gjithçka që ishte imja, do të rikthehet tek unë me shumëzim dhe me dashuri. Zoti më vlerëson mua, të tjerët më vlerësojnë në përputhje me rrethanat dhe unë e vlerësoj veten time dhe jam mirënjohëse pafundësisht Zotit fuqiplot. Zoti më vlerëson mua, prandaj edhe njerëzit më vlerësojnë mua dhe unë e vlerësoj veten time. Mjetet e mia janë fjalët e mia, paqja qoftë brenda mureve të mia dhe begatia brenda shtëpisë time. Faleminderit o Zot, për çdo bekim, për çdo mrekulli, për çdo dhuratë. Faleminderit.